Pashka është një ndër festat më të rëndësishme për besimtarët e krishterë, pasi simbolizon ringjalljen e Jezu Krishtit dhe triumfin e jetës mbi vdekjen. Në fshatin Balldraj të Lezhës, kjo festë vazhdon të ruajë një domethënie të veçantë, ku traditat përcillen me përkushtim nga një brez tek tjetri. Një prej besimtareve që i qëndroi besnike këtyre riteve është Dila Kola. Edhe pse mban mbi supe plot 80 vite jetë, ajo gjendet çdo ditë në kish. Aty ku lutja dhe qetësia shpirtërore janë bërë pjesë e pandashme e përditshmërisë së saj. Nëna mirditore tregon për simbolikën e kësaj dite të shenjtë, duke theksuar se në vendin ton ajo po zbehet gjithnjë më shumë për shkak të shpopullimit dhe emigrimit. Bëllkesh i kemi festohu, po prap se prap i na bëmë të ndryp këshpaja. Se të bëllmenim të i festohu, për kur kanë këshpaja s'kam, kanë hik, janë qelë kufit, kanë derë në shoka kanë tjeshtë. Ma merë ha buke kërek, bishti kemë tonë këshpaja. Nuk ashtë kollajmë se pas familë më shpajt. Tërë du të me thëna merë. Pavarësisht sfidave dhe ndryshimeve të kohës, Dila Kola thekson se besimi i saj nuk është lëkundur as në periudhat më të vështira. Ajo kujton kohën e regjimit komunist, kur feja ishte ndaluar, por njerëzit gjenin mënyra për të mos e humbur lidhjen me Zotin. E në kur kam qenë martohu e skap e në hësh feja, ora s'kish në atere këm i marrë. 10 gjyrë mërë shumë gjep, e në shkuj shumë për dronë. Ka të mikë dilë shumë ke dronë, i thishëm një gjisë një pjesë. Ka dhishëm të poshtë, ishëm gjisë në qeter. Por edhe Marinë për dërë? Pa di kosh se me bëme e di burë e më ishte komunist. Ne mund të më fëllë të përgjevës, pa po sapë. Atë vërat do të thishën tendës. Së lusë në kesh, po kush kishte e shpërtin e me u lutë të më shpej. Keshën e kishën presh, s'kishë në këme e marrë në po. E kishë në më zajmër karishtin. Se nuk ka nësë në zajmër. A ka burë se e bani thmi sëtë me thënë rëtë. Atëherë u tonë rëbë do rështosh në shtitendës, për tonë thash në ratë rëkull zërmit. Pa shilëzojnë e gjujës me në i kuf me tërë meku, nuk ishëm për të shurë më kom, vish mos i krejtë pjesën rëzëre, kish pa ja. E kishë me frikë me folë madhe, po të vokë, li thash, ku me marë kejshën. Vish kër shkëshëm kërë bdemi, e kishëm kejshën modhë. Kër shkëshëm a qesh, shkëshëm e bashëm kishtë, këtë gjyrë se kejshën e kishën shenë. Bashëm kishtë, se shumë dhe ratë ka, shkëshëm a ka dhishëm, por se nuk më shefte kosh, se përshem, po se kishë modhen kër ka isha. Që të herë, s'kishëm ku me po ka ishën. Duke folur për simbolikën e pashkëve, ajo ndalet tek mesazhi i shpresës, ringjalljes dhe besimit që kjo fest përcjell jo vetëm për besimtarët, por për të gjithë njerëzit. Po është për të ditë se ka është gjallë dhe lumë Jezu Krisht. Kështë djekmi, e shetë të ditë komat për kështenimin. Sa ja gjallë, për mos të djekë mo. Unë kërkëj, me më rysë Zotë i fëmijët e mi një herë, e mos shof kesh vetën onë, se për kesh kim për të po. E për të gjithë rinin, e për gjithë emigrantë shqiptarë, gjithë ku janë, e për luftët e për botë, e për çdo lloj smundje lutëm për të tanë. Pa dallim për të tanë lutëm. Pavarësisht rënjes së numrit të besimtarëve për shkak të emigrimit dhe shpopullimit të zonës, famulitari i Balldrenit, Dom Mateusz Derzhevski, shprehet se traditat vazhdojnë të ruhen edhe të përcillen ndër breza. Pashka është festa më e madhe për të gjithë krishterët, sepse ne përkujtojmë mundimet, vdekjen dhe ngjalljen e Krishtit në kryq. Shumë persona te kanë ikë nga Shqipënia, edhe kjo na shqetëson shumë, por personat që akoma janë në Shqipëni, vinë në kish, janë shumë të besnik, edhe janë duke kultivuar akoma traditen që kanë pas përpara. Në një kohë kur shumë fshatra po zbrazen dhe ritmet e jetës po ndryshojnë, Dila Kola mbetet një dëshmi e gjallë se besimi dhe tradita mund të mbijetojnë, përsa kohë ka njerëz që i mbajnë ato në zemër.